Ky numër ta ngjall figurën e Zotit me laps, 51.1%. Kujtoj momentin historik të 6 tetorit 2019, kur populli na dha një votë bindëse për ndryshim në nxorri të parët në garë, dhe atë ditë thamë, doli zogu nga Lëvozhga nuk kthehet më. Ishte dita kur vendi tregoi se rruga për punë dhe drejtësi, për kushtim ndaj qytetarëve dhe shtetit nuk mund të kthehet pas. Në zgjedhjet e shkurtit 2021, ai zog filloi të fluturoj dhe më pas me këtë fitore në mbrëmje dhjetorit 2025, shtriu krahët e tij mbi gjithë Republikën duke na dhënë një mandat edhe më të fuqishëm për të vazhduar rrugtimin tonë. Slogani i fushatës Siguri dhe Begati shprehu synimin për një shtet më të fortë, më të drejtë dhe me zhvillim të qëndrueshëm. Ndërkaq mos u shope u bë thirrje e përbashkët cep me cep mes nesh dhe qytetarëve për këmbgulje përballë çdo sfide. Mos u shope në fakt ishte edhe më shumë se thirrje, ishte përkufizim i rrugtimit tonë dhe i vendosmërisë për të mbrojtur interesin publik dhe sovranitetin e vendit. Ne, siç e dini të gjithë, nuk i kërkuam zgjedhjet e dhjetorit, as qytetarët nuk kërkonin një tjetër proces elektoral, vendi kishte nevojë për punë e për paqe, për vazhdimsi e siguri, për zhvillim e stabilitet. Por kur zgjedhjet u bën pashmangshme, populli foli qartë. Ai nuk deshi kthem pas, por vazhdim përpara. Dhe këtë e shprehu me një fitore tejet madhe, me 51.1% të votave, duke e kthyer një situatë të padëshiruar bllokimi në një mandat të fuqishëm për progres. Pra jo 50%, po 51%, dhe jo 51%, po 51.1%. Ky numër ta ngjall figurën e Zotit me laps, 51.1%. Të dashur qytetar, të nderuar aktivist, ne i fituam këto zgjedhje me popull e për popull, me mas shumë të vota për formimin e institucioneve në historinë e Republikës sonë. I fituam ato bashkë në pothuajse secilën komunë, duke shënuar rritje në çdo njërin prej tyre, në 24 prej 38 komunave. E në këto 38, siç e dinë, 11 janë aso me shumicë të pakicave, që do të thotë se në 24 nga 27 jemi edhe të parët edhe në ngritje. Një besim kaq i madh dhe një vendosmëri kaq e fortë na përull dhe na obligon të punojmë për të qenë lartësinë e pritjeve që qytetarët kanë për ne.